Heshtja dhe dhimbja mbizotron në lagjen numër 15 të Durrësit, një ditë pas aksidentit tragjik që i mori jetën 2 fëmijëve të mitur dhe plagosi rënd një tjetër. Familjet e voglueshve, Eneo Muça, 12 vjeç, dhe Klersi Nikolli, 10 vjeç, kanë hapur dyert e mortit ku qindra qytetarë me lule në duar janë bashkuar për t'u dhënë lamtëmirën e fundit. Trishtimi ka përfshirë jo vetëm të afërmit, por gjithë komunitetin. Në shenjë zije dhe solidariteti, Shkolla Demokracia, ku mësonin 2 fëmijët, ka pezulluar këtë të hënë procesin mësimor. Mësues dhe nxënës u janë bashkuar ngushëllimeve, ndërsa edhe në rrubaqepsin ku punonin nënat e 2 të miturve është ndërprer aktiviteti. Banorët e zonës ngren shqetësimin se rruga ku ndodhi aksidenti është prej kohësh problematike për shkak të shpejtësisë së lartë automjeteve. Ata thonë se pavarësisht ankesave të vazhdueshme, nuk është marrë asnjë mas nga policia për të parandaluar tragjedi të tilla. Sikur është bërë rruga kryesore atje Matane dhe më mbrapa është, domethënë, kalojnë me shpejtësi, bëjnë gara. Me shpejtësinë ka patur më përpara, por nuk është se ka patur kështu dëme njerëzore, thjesht dëme materiale. Qelloi policia në ngjarje atëherë kur që në këto dëme materiale i thamë që merrni masën sepse do shtypet ndonjë fëmijë ose ndonjë gjë. Ja ndodhi kjo që ndodhi, ja kupton, nuk e vun fare ujin zjarr. Më rënd s'kena pa më. Më keq, nuk e di. Un kam qenë hul kafe aty. Kanë qenë hul llogaritën nga goma aty, i ka çuj ka plas atje. Ecën me shpejtësi shoferën këtë rrugë. Ava ecën shumë. Sidomos tani unë jam i vet, po shoh për mas dite shumë ca janë edhe të lagjes pa patenta, kokë plume. Si të tërbuar ecin njerëzit këtu në rrugë, që bëhet rruga këtu gjatë dynjaja për ditë e për natë. Kalojnë makina tu mbi 160 km/h. Është merr, kemi frikë, motorrat të natë nuk pushojnë. Policia e shtetit ku është tu pin drog, tu bie rruga era drog. Lëvizin shpesh me shpejtësi të larta ato? Lëvizin shumë. Unë kam shpejtësi çike poshtë. Jam zënë disa herë me disa persona. Edhe para policia se ve unë. Qëndrojnë këtu patrulla policie për të monitoruar? Ja, shteti ka fajin. I veçi njerëzit me të zeza. Ka qenë njerë i arrestuar, ka qenë person i skaduar dhe i thirrur nga policia. Parandalimi do të ishte për me kohë. Ndoshta ai bordur që mos marrin shpejtësi, ndoshta një masa ka plot. Do të parandaloshë përpara. Ai para një muaji ka ndodhur një avarie e madhe atje, aksident. Ndërkohë për të shprehur ngushëllimet familjeve kanë qenë edhe përfaqësues të lartë të politikës dhe pushtetit vendor, përfshirë zëvendës kryeministren Albana Koçiu si dhe kryebashkiakën e Durrësit Emiriana Sako. Është një histori, le të respektojmë dhimbjen sot. Patjetër të gjitha të masa do merren. Policia e Durrësit ka konfirmuar zyrtarisht se drejtuesi i automjetit, 57 vjeçari Nikol Radaci, ka qenë në gjendje të dehur në momentin e aksidentit. Ai dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e mjetit, tip Mercedes-Benz ML, duke marrë përpara 3 të miturit që po luanin pranë banesave të tyre. Radaci rezulton me precedent të mëparshëm për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Në vitin 2020 dhe 2022, 57 vjeçarit i është pezulluar 2 herë leja e drejtimit të makinës, ndërsa është gjobitur disa herë për parakalim të gabuar dhe tejkalim të shpejtësisë. Pas të arrestimit ai ka shprehur pengesë para uniformave blu, duke pranuar se kishte konsumuar alkool dhe se nuk e mban mend momentin e aksidentit. Ngjarja ka tronditur opinionin publik dhe ka rikthyer në vëmendje nevojën për masa më të forta për sigurinë rrugore në mënyrë që tragjedi të tilla të mos përsëriten.